mbetet në mandatin e kabinetit dhe institucioneve tjera për të trajtuar secilën kërkesë që vjen nga shtetet e ndryshme. Po, ka pasur, jemi të njoftuar që ka shumë kërkesa nga shumë shtetet e Evropës, por natyrisht që rekomandimi i shërbimit korrektues të Kosovës do të jetë që nuk është interes i shërbimit korrektues e as i vendit që të lidhet asnjë marrëveshje e re në këtë drejtim. Por, natyrisht, sa i përket marrëveshjes me shtetin danez, është marrëveshje e cila ka filluar shumë vite më herët, pothuajse kanë kaluar disa qeveri të cilat kanë filluar këto negociata. Tek në korrekt të vitit 2025 ka përfunduar dakordimin mes shtetit danez sa i përket asaj se çfarë duhet të ketë në burgun e Gjelanit, sepse për momentin kur po flasim, atje është qendër e paraburgimit dhe ajo do të shndrohet në një qendër korrektuese dhe si rezultat i kësaj duhet të përshtatër me rregullat apo më mirë të them me rendin shtëpiak danez, sepse në Gjelan do të zbatohet rendi shtëpiak danez, pavarësisht që atje do të jetë një lloj bashkëqeverisje, sepse guvernatori është shqiptar, ndërsa guvernatori është danez dhe drejtori do të jetë shqiptar, stafi uniformuar korrektues do të jetë kosovar. Kështu që i gjithë kjo procedura e përshtatjes së burgut është sipas kërkesave daneze, do ndërtohen punëtoritë për të mundësuar të burgosurve që të punësohen atje, po ashtu do të renovohet edhe burgu dhe po shpresojmë që prilli 2027 do të jetë muaj kur do të pranohen të burgosurit të parë në Gjelan, natyrisht në rast se veç shkon sipas parashikimeve edhe planeve që i kemi hartuar bashkërisht me shtetin danez. Kemi filluar trajnimin e stafit, grupi i parë veç ka përfunduar trajnimin 6 mujor në shtetin danez. Shumë shpejt pritet të fillojë trajnimin edhe grupi i dytë prej nënmat oficerëve dhe kështu po shpresojmë që viti 2027 do të jetë viti i fillimit të implementimit të kësaj marrëveshje. Po besoj Sa burgosur do të vinë në Kosovë? 300 burgosur. Po, siç e dini, shteti danez njihet që ka një prej sistemeve më të avancuara në botë, sa i përket burgjeve, edhe po shpresoj që nga kjo marrëveshje, edhe veç kanë filluar, siç e thash, trajnimet e para, praktikat më të mira të sistemit danez të implementojmë edhe në burgjet tona, përveç të mirave materiale që Kosova përfiton nga kjo marrëveshje.